Ekonomistët shprehin pikpamje të ndryshme lidhur me madhësinë që duhet të ketë qeveria e vendit, megjithatë bashkohen rolin që duhet të luajë ajo në raport me kapitalin. Gjatë diskutimit në tryezën e organizuar nga Forumi për Demokraci, Arben Male mbron tezën se qeveria duhet të jetë efektive, ndërsa Florian Mima mbron tezën se qeveria jo vetëm duhet të jetë efektive, por edhe e vogël me qëllim që të lehtësojë funksionimin e motorit të ekonomisë. Debati më i madh që bëhet sot në botë është qeveria e madhe apo qeveria e vogël. Përfundimisht ka konkluduar me qeveri efektive. Nuk ka një madhësi të qeverisë që quhet që qeveri e mirë apo qeveri e keqe thjesht nga madhësia e saj. Meni vendet social-demokrate, meni vendet të tjera, pra gjithçka në zhvillim ka të bëjë me kulturën, ka të bëjë në raport me institucionet. Cili është raporti i shtetit? Sigurisht që kërkohet që shteti të jetë sa më pak influencues në atë që biznesi përcakton dhe merr risk për të zhvilluar. Çdo qeveri ka për detyrë, dhe është detyrë kryesore, prandaj është elementi i mirë qeverisjes, të shkurtojë në maksimum çdo barrierë. Unë do preferoja shtet të vogël dhe efektiv. Pra një shtet që rregullon sa më pak, një shtet që fut dorën sa më pak tek xhepi i tatimpaguesve për kostën e tij administrative dhe një shtet që takson në mënyrë të ndershme. Në tryezën ku dy ekonomistët debatuan për ndërveprimin mes demokracisë dhe ekonomisë së lirë, nuk u la jashtë fokusit as modeli taksimit. Ne mendojmë që taksa e sheshtë funksionoi dhe ishte për Shqipërinë një mrekulli. Pikërisht për të ardhur tek formalizimi i gjithçkaje. Unë do t'ju jap vetëm dy shifra që ju të kuptoni se ç'efekt pati taksa e sheshtë. Ditën që ajo u prezantua, në borderot e shtetit shqiptar ishin gjithsej 305.000 individ që paguanin tatim mbitar dhe personale. Ditën që ne u largum nga zyrat, lam 460.000 të tillë. Taksa e sheshtë dështoi pikërisht në atë që është avantazhi kryesor, të lehtësojë administrimin. Atë nuk e arriti dot. Unë nuk do bëjmë debat tur, do ketë takime të tjera. Por në këtë rast, kalimi nga një taksë e sheshtë në një taksë progresive me nivele deri në 23%, kur janë arritur vështirësitë për biznesin dhe kur janë arritur pengesat për rritjen ekonomike, nuk është. Unë mendoj që ekspertët dy palëve kanë kapacitetet profesionale të mos vazhdojnë luftën kush e ul më shumë taksën, po të gjithë një taksë, një këndvështrim 10-15 vjet e ndihmon qeverisin e vendit nga mos ndryshimi i taksave sa herë që ka rotacione politike. Jashtë debatit të dy ekonomistëve nuk mbeti as operacioni kundër informalitetit i ndërmarrë nga qeveria. Në këtë pikë të dy ekonomistët u bashkuan në nevojën për relaksimin e klimës së biznesit. Mandimi përfundimtar që jepet, qoftë për luftën kundër informalitetit, qoftë për kasat është kjo, nuk janë ato zgjidhja magjike. Mos kërkoni rezultate shpejt në kohë të shkurtër, reforma shkojnë 5 deri në 7 vjet, dhe mbi të gjitha, që nuk po dëgjohet nga qeveria aktuale, është fokusi duhet jetë lehtësim. Në burg shkon vetëm ai që pasi janë provuar gjitha mundësitë për të asistuar me thjeshtim procedurash, me grante, me asistencë, me plan biznesi nga universitetet që janë shpërndarë në gjithë Shqipërinë, të krijojnë qendrat e tyre, ai që këmbgul për të qëndruar në informalitet, ai duhet. Ky nuk është mjedisi miqësor që ne duhet të japim bizneseve. Një biznes i cili e ka mendin mos gabojë për një kupon, nuk ka fare në mend se si të punësojë një punëtor shtesë. Nuk ka fare në mend se si të rrisi investimet. Nuk e ka fare në mendin se si të rrisi eksportin. Pra e para fare duhet të relaksohet, por unë jam totalisht i pashpresë që kjo mos ndodh, duhet të relaksohet diskursi politik, kryesisht ai i qeverisë. Në tryezën organizuar nga Forumi për Demokraci u diskutua gjithashtu dhe për zhvillimet kryesore politike e sociale të vendit në 25 vite.